në fakt ditët e fundit kryeqyteti ka qenë i mbushur me lëvizje, bashkëqytetarët edhe rrugët ka qenë të ngarkuara edhe nga lëvizja e automjeteve, sidomos në ato zona ku ka pasur edhe përqendrime më të madh atyre qendrave tregtare ku të gjithë ata kanë mundur të bëjnë blerjet e fundit, të cilat sigurisht janë në funksion të kësaj nate që është nata e ndrimit të viteve. Edhe sot Tirana nuk ndryshon nga panorama e ditëve të fundit, vazhdon të mbetet e ngarkuar sa i takon lëvizjes së automjeteve në rrugët kryesore. Ndërsa atmosfera absolutisht mbetet e bukur, jemi në magjinë e ndërrimit fundvitit dhe për të lënë pas 2025-ën sigurisht me të gjithë atë çfarë kemi arritur ose atë që nuk kemi arritur, por sigurisht duke parë me shpresën se 2026 do jetë një vit më i mirë. Unë jam vendosur në qendrën e Tiranës, këtu ku do të jetë ashtu siç është bërë gjithmonë dhe që është traditë, edhe sheshi apo qyteza e vogël e festës dhe ku do të bëhet edhe hedhja e spektaklit të fishekzjarëve, për cilën Bashkia e Tiranës është kujdesur që këtë vit të ketë 6 minuta më shumë se vitet e tjera, pra një spektakël edhe më të gjatë që zgjat, po sigurisht ka menduar që të ketë edhe një koncert festiv duke ngjitur në skenën e cila tashmë është bërë traditë, është bërë rutinë që çdo vit në këtë periudhë festive të ketë artistë ngjitur në skenë. Por në natën e sotme do të jenë disa emra, Valbona Mema, Ardit Çuni, Leona Qereti, Fifi, pra artistë të cilët janë të dëgjuar dhe shumë të dashur për publikun.